Atëherë dashur, rikthyem me mysafirin e sotshëm dhe të fundit për këtë javë, kam në studio sot një autor ndër të shumta role që ai ka. Flasim sot, kam kënaqësinë të kem në studio Afrim Bajramin, me cilin do bisedojmë për librin e tij të parë të botuar që së shpejti do na vijë edhe promovimi zyrtar, Unë kundër vetes. Për të zbuluar më tepër sepse si dhe çfarë na reprezenton ky libër, çfarë përmban dhe pse erdhi pikërisht ndoshta në këtë moment, kam të ftuar sot zotëria Afrimin që kam shumë kënaqësi ta kem sot në emision. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë për ftesën. Libri është librimi i parë dhe shpresoj ta lënë atë mbresën e parë, se është një thënie, nuk ka asnjëherë mbresë të parë për së dyti. E tash të shpresojmë që mbresa e parë prej këtij libri, për librin tim të parë, të jetë ashtu si duhet. Prej ku lindi ideja që të botohet ky libër, ideja është që moti. Nuk ka më shumë se 2 dekada që punoj si life coach ose si këshilltar jetësor, një profesion ku njerëzit ballafaqohen me problemet ndryshme jetësore, me sfidat ndryshme jetësore. Kam shkuar në trajnime të ndryshme dhe jam licencuar, kam certifikata të ndryshme. Do të pyes pak se po ndërprej, do të pyes pak pse nise si life coach, e ndjeve ndoshta nevojën vet apo e pa që rrethi ka nevojë për një gjë të tillë? Kombinimi i dyjave. Për arsye se gjithmonë kam qenë ai personi jam, bile ende ai personi që vinë njerëzit këshillon për gjëra të vogla të mëdha, edhe pas një kohe filloi kjo të më bëhet e mirë, të flenë me mua, në një farë lloj të themi. Pastaj lindi edhe ideja, pse mos ta bëj këtë edhe profesionalisht. Po. Edhe shqyqur Zotit i ka ato rezultatet e veta, njerëzit që tash fatkeqësisht, njerëzit që kanë nevojë për këshilltar jetësor, për life coach, numri i tyre shtohet vazhdimisht, sidomos prej pandemisë e këndej, për arsye se sfidat e jetës sikur të rritën, vështirësohen. Po thoni fatkeqësisht, po në aspekt tjetër flasun. Në përgjithësi mirë që vinë paktën edhe e përdorin si gjë, si profesion edhe si këshillim, sepse zakonisht për të tilla gjëra ne jemi skeptik. Po, shihni, kjo puna e këshillave jetësore, puna e një life coachit në Ballkan, është ende tabu. Ashtu. E them fatkeqësisht për arsye se nëse vjen dikush të kërkon këshilla, domethënë ai ka ndonjë hall, ndonjë breng ose ajo. Kjo është fatkeqësia. Mirë, po është fatmirësia që ai apo ajo e ka marrë guximin të kërkon ndihmë. Për mua është kjo një hap jashtëzakonisht i guximshëm për ta përshëndetur, për arsye se edhe në libër cekët te pjesa e zgjidhjes së problemeve, është hapi i parë i zgjidhjes së problemit është ta di se çfarë problemi ke. Ose ne ballafaqohemi me lloj-lloj sfidash në përditshmëri, qoftë në shkollë, qoftë në punë, qoftë në jetë, qoftë me ndonjë shok, shoqe, me ndonjë familjar, apo thjesht jemi nervozuar, jemi dëshpëruar nga ndonjë rast, ndonjë ngjarje, edhe kemi nevojë ta shprehim diku atë. Mund të thjesht, ndoshta duam thjesht ta bëjmë jetën më të fryshme apo më të mirë, ndoshta kemi një vizion cilin duam gjejmë rrugë se si t'i përdorim ose aftësitë tona. Po sigurisht, ajo është pjesa më e bukur e librit, ajo është pjesa më produktive, ndoshta më pozitivja. Fakti që tash ka shumë interes prej në momentin që kam filluar ta shfaqej këtë ide në sipërfaqe, në opinion, që unë do ta bëj një libër të tillë. Megjithëse jam në YouTube edhe në Instagram edhe në Facebook me ato videot e mia në gjuhën angleze, me këshilla motivuese, janë video të shkurtra 1 minutëshe, me këshilla të ngjashme si në libër, dhe duke pa interesimin që rriteshte vazhdimisht prej njerëzve, atëherë u shtua dhe ideja, u rrit ideja, u bë ide mjaft e madhe, që ndoshta jo secili mund ta ndëgjon dikush ka dëshirë të lexon më shumë se sa të ndëgjon ose të shef në një film. Shpesh kur i pyesim njerëzit cilën e preferon më shumë, filmin apo librin që është me temën e filmit, edhe gjithmonë ndahen në 2 kategori. Ata që duan ta shohin filmin, ndoshta për shkak të mungesës së kreativitetit, ose është më e gatshme, më e lehtë për ta parë,
E te libri është ajo imagjinat, kreativiteti është në pyetje. E tash, unë jam vetë një lexues i madh, gjithmonë lexoj diçka, nuk është më rëndësi se çfarë. Jam gjithmonë duke lexuar edhe i këshilloj të gjitha ata që ndoshta kanë rezerva apo hezitojnë të lexojnë. Është mirë, për arsye se është një mendim plus. Nuk është patjetër të jetë pozitiv ose i mirë. Thjesht një mendim ndryshe. Merre, ndëgjoje. Është edhe një ndër këshillat e libri. Pastaj a pajtohesh, as pëlqen, është temë tjetër, po të paktën ti vendos për ato. Të krijon ndoshta të jep një këndvështrim të ri. Një këndvështrim që nuk e shpeshherë e bllokojmë veten, nuk i shohim dot, kështu që sado pak fjalët të tjerëve ose këshillat të tjerëve ndoshta na hapin sa perceptime të tjera. Sigurisht po. Thuhet shpesh ndëgjon 100 vet, po bëhet si din vet. Është shumë thënie e dur në këto raste, për arsye se ne marrim ide të ndryshme prej secilit. Qoftë dikush më i ri, apo më moshuar se ne, unë punoj edhe me fëmijë shumë. Po aty edhe doja Dilja faktikisht, se përveç se je një life coach edhe vetë me profesionet e tjera që ke pasur në punë të tjera, ke qenë afër gjithëve, çdo lloj grup mosha, kështu që sado pak jap këshilla të këtë gjithë, ke ndarë nga një pjesë tënde me gjithë. Po duke bërë këtë, duke ballafaqohuar me gjitha moshat, në shumë sfera të ndryshme të jetës, qoftë si trajner futbolli, qoftë si profesor i gjuhës angleze, edhe si life coach tani, është shumë e rëndësishme që unë e kam gjetë veten, mirë po edhe pasi e kam gjetur veten, prapë punoj shumë me veten që t'jem më i përgatitur për t'i ofruar dikujt ndihmë. Nuk është asnjëherë mjaftueshëm, nuk mund të them asnjëherë që okay, në këtë moment s'kam nevojë të mësoj më shumë. S'kam nevojë të lexoj më shumë. Domethënë gjithmonë mësojmë, gjithmonë zhvillohemi, gjithmonë marrim ndonjë informat të re, ndonjë njohuri të re. Mësojmë nga njerëzit që vijnë për këshillim. Urdhë? Mësojmë ne ose ju si life coach nga njerëzit që të vijnë për këshillim. Merrni edhe ju diçka nga ata përveç se jepni. Gjithmonë. Është absurd të themi, ose kushdo që thotë që unë i di krejt, është absurd i madh. Nuk ka njëri të përsosur, absolutisht. Të thotë përkundrazi, ne jemi si qenie shumë të dobët. Bëjmë gabime vazhdimisht. Mirë po është ideja që mos ta përsërisim gabimin e 1-2 herë. Të mësojmë prej gabimeve. E tash kur vjen një fëmijë 11 vjeçar edhe thotë nuk më pëlqeu zëri yt sot. Wow, okay. Ajo është një feedback. Një këshill për mua. Ndoshta kam qenë shumë i zëshëm. Ndoshta s'kam qenë mjaftueshëm i zëshëm. Ndoshta s'kam qenë i qartë sa duhet. Ndoshta kam qenë i shkurt ose shumë i gjatë. Sidoqoftë, unë tash, okay, më trego çka ishte puna. Po jo para krejtëve. Do thotë nëse pranojmë ose japim këshilla, duhet kemi kujdes. Se kur dikush e ka marrë guximin të kërkon këshill prej teje, prej meje, prej dikujt, ajo ka bërë një hap shumë të madh në jetën e vet. Ka konfirmuar, ja ka vërtetuar vetes që ai ka nevojë për ndihmë. Edhe tash për atë moment, atij personi duhet shumë guxim. E tash nëse ne i themi, po seves vjen turp, ose para krejtëve, para një grupi të madh të njerëzish. Edhe atëherë ai guximi që doli prej atij personit shuhet në atë moment, edhe është pikpyetje se ndoshta ai person ndonjëherë ta bën të njëjtën gjë, apo ta merr të njëjtin guxim të thotë diçka. Është shumë patjetër, s'është më rëndësi fëmijë i rritur, çfarë do moshe, vajzë apo djalë, nuk është më rëndësi, se kur flasim për llojin e karakterëve të njerëzve, kemi introvert edhe ekstrovert. Ato që janë introvertit janë të turpshëm zakonisht për natyrës, bëjnë shumë punë, po pa zë, pa zhurmë. Edhe tash shumë shpesh, kur e marrin guximin ato të flasin, ajo është një betejë në vete. Një betejë shumë e fuqishme. Edhe te titulli unë kundër vetes preket ajo betejë. Unë kundër vetes. Nënkupton që ne jemi bllokuesit apo pengesa më e madhe e vetës që duhet ta tejkalojmë, apo ka ndonjë kuptim tjetër? Pikërisht, nëse shihni mirë prapavin, ka te prapavia kemi gjysën e fotos është si më e errët. Gjysa tjetër është me diell. Ajo pjesa e errët është ajo brendia jonë, versioni i brendshëm ku shpesh ka problem të delë në sipërfaqe dhe të shprehet. Ku kemi edhe një siluet personi këtu.
Ai tash është personi i brendshëm. Ai verzioni që thot, a më jep unë një 5 minuta të dalën sipërfaqe. Se ne ajo që jemi i verzioni i jashtëm që na shohin krejt, është vetëm 50%. Mirë, po nëse ne vetëm e shprehim atë që kemi jashtë, si dukemi, atëherë nuk jemi 100%. E tash nëse japim mundësi asaj brendis ton, ndjenjave tona, mendimeve tona, talentit të fshehur që kemi brenda, atëherë ne nuk e arrim maksimumin ton. Kemi të libri ato aftësitë ndryshme, pa folur me vetveten, pa u përballu me veten një herë, 2 herë, 3, 100 herë, sa të ketë nevojë. Nuk mund ta dim se sa jemi të aftë, sa jemi të mirë, sa kemi dobësi. Është ajo SWOT analiza që do thotë antifuqishme, strengths, weaknesses, opportunities and threats. Po sa faktikisht ne ndoshta e kuptojmë veten, e njohim veten edhe ja pranojmë vetes këto. Në të vërtetat flasim, jo ato që duam të jemi ose duam të kemi. Shef, është shumë e rëndësishme të reflektojmë, të vetë reflektojmë. Unë kur them shpesh ullu bisedo me veten, shumë njerëz më shikojnë sikur si është e mundur. Po nuk është patjetër ta bësh me zë. Po. Ullu, ndëgjoj mendimet e tua. Në çfarë aspekti? Nëse s'mundesh pa folur, atëherë merre një fletë të bardhë edhe një fletë të zezë. Në fletën e bardhë, shënoj sende që mendon si i bën mirë. Veprat e tua të mira, ose çfarë planifikon sot të bësh diçka të mirë. Te fleta e zezë, shënoj sende që ke ndoshta që i shef ti si gabim. E ke ofenduar Artemisën, e ke hedhruar një shok, një shoqë, një familjar, një koleg, para 2 ditëve, para 1 jave, para 2 jave. Edhe tash ideja është nëse kemi 10 sende të mira të faqja e bardhë, edhe 10 të zeza, të e zeza, ideja është që shumica prej faqes së zezë të dalin të e bardha. Alo, Artemisa, më falë, dje nuk kisha në vete, kisha një ditë të vështirë, ndoshta kam folur diçka kot, ndoshta të kam ofenduar. A bën të kërkoj falje? Kërkim falja një nga gjërat më të vështira ndoshta për ne. Është edhe shumë shpesh thuhet që personi që din të kërkoj falje është një person shumë i madh. Edhe sidomos në Ballkan, është tabu. Megjithëse ndodh tash në kohën e fundit është pak më shpesh duke ndodhur që është mirë. Dhe do të kthehemi ajo te unë kundër vetes. Vetëm që pyes diçka nëse më lejon. Domethënë janë procese ti quajmë të ndryshme ose të ndara. Së pari reflektimi me veten edhe të jemi të gatshëm të shënojmë ato gjëra qoftë mira dhe të këqijat dhe pastaj është veprim proces tjetër, vendim tjetër të aktrojmë ato apo të veprojmë mbi ato ndarje që kemi bërë. Po tash është kretjan të ndërlidhura njëra me tjetrën. Nëse ulemi edhe reflektojmë, të themi i ndëgjoj mendimet e mia, të ulem të meditoj, ta pyes veten a jam në rrugën e duhur? A jam duke bërë mirë? Pse kam refuzime? Pse nuk kam oferta të mjaftueshme për punë? Pse nuk mund ta gjej veten këtu? Pse nuk mund ta bëj këtë? Pse nuk mund ta bëj atë? Edhe gradualisht përgjigjet vijnë. Sa atëherë i bie sikur jemi duke folur me atë versionin e brendshëm tonin. Edhe dalin ato mendimet në fletë. Instinkti, që nuk është mendim, po është një moment reagimi, mirë po që vjen prej diku. Unë shpesh të motivimi buron brenda nesh. E tash nëse i marrim të dyat, instinktin, brendin, motivimin, edhe i qesim në fletë, atëherë mund të marrim veprat ndryshme. Ulemi dhe bisedojmë, kështu kam bërë deri tash nuk e bëjmë. Kemi një kapitull thot aftësia për të thënë jo, që është një dobësi jashtëzakonisht e madhe, të shumica njerëzve. Unë kam pasur atë dobësi një kohë shumë të gjatë. Duke kujtuar, duke menduar që unë jam duke bërë mirë. Duke thënë po vazhdimisht. Mirë po, duke thënë po vazhdimisht, sikur filloi gradualisht të bie vetbesimi tonë. Po flas para shumë viteve. Edhe nuk ishte e logjikshme si unë i mirë për krejt, vetbesimi shkon duke u zvogluar. Ideja është që kur nuk je i aftë të thuash jo. Njerëzit thonë, po ky se e respekton në veten. Ki me çdo kusht të më ndihmon. Termin në anglisht ajo people's pleaser. Po ajo është, nëse ai Steve Jobs i ka thonë një herë, nëse don që të gjithë të pëlqejnë, shitakullore. Atë që shitakullore secili e don. Apo, e tash në pjesë tjera të jetës, të botës, kemi shumë profesione, kemi shumë veti, karakteristika në njerëz që
ndoshta dikuj si pëlqen. Edhe është krejt në rregull. Ne këtë duhet ta kuptojmë. Kur të themi jo. Unë ne kam veshur këtë këmishë sot se mua më pëlqen. Tash atë pëlqen ty ose dikujt tjetër që e kam përballë, është problemi i tyre. Tash nëse unë sillem mirë, edhe personi që është përballë meje sillet keq, nuk është pasqyrë ime. Po pse unë të ndihem keq kur personi që është përballë meje është sill keq me mua. Do është pasqyrë se çfarë personi është ai. Edhe gradualisht nisim ti kapim këto sende, edhe sa më shpesh themi jo, më shumë do të na respektojnë njerëzit. Më pak do të na keq përdorin. Se fatkeqësisht e kemi këtë gjë si njerëz, mirësinë e keq përdorim. Domethënë këto joja që nuk i themi, nuk i marrim për të mirë se dikush po na bën der ose është i gatshëm të jetë aty për ne, po fatkeqësisht i keq përdorim. Është natyrë njerëzore të thuash po, është vjen hallëxhiu. Të kërkon një ndihmë të vogël, një favor. Edhe është shumë normal, instinktivisht i thuash po. Mirë po. Tash në bazë të asaj që kam kaluar unë, që do ta mendojmë të gjithë. Po mirë, nëse i tham po, sa dëm i bëj vetes. Jo, me çdo kusht të përfitoj. Mirë po, duhet të jemi mirë për veten një herë, që pastaj të bëhemi mirë për dikën tjetër. Në libër cekët nuk mund të bëhemi mirë për tjerët, përderisa për veten nuk bëj. Do thonë, a do ta pi një kafe në mëngjes, do të ha mëngjes, një çaj, ta bëj një vrapim, një ecje, pa më parasysh, shpirti im ka nevojë për atë. E balancoj unë, kushtimisht me thamë, në zero, ato nevojat e mia, kërkesat e mia, shpirtërore, edhe pastaj urdhna, si mundem ty të ndihmoj. Kemi nevojë gjithë të kemi ato kufijt ton personal. Në secilin aspekt. Te kapitulli aftësia për të thënë jo, simbolikisht është një dorë edhe është e vizator një vi. Ajo deri këtu. Zgucon ta kalosh atë vi. Ajo është, unë e vendosi ku është e vija ime, kufiri i fundit. E tash, nëse ne e kemi atë, se mund t'jetë fleksibil kufiri, është okej. Përderisa nuk kesh përdorët. Nëse nuk kesh përdorët, është okej. Varësisht për rrethanave, nevojave të personave që i kemi para nesh. E pash nëse nuk gaboj një kapitull tjetër që kishte të bëjë me kohën, apo jo? Edhe besoj mund ndërlidhen njëra me tjetrën, sepse nëse themi konstant po, edhe shpeshherë lëm veten, pasi lëm veprimtaritë tona, aktivitetet tona, ngelemi pas për veten. Po e cekon se tash nëse themi vazhdimisht po, atër njerëzit thonë po, hajtë sa afrimi gjithmonë thot po, edhe atër çka mbet ajo koha ime. 24 orë janë si për mua, si për ty, si për gjithë. E tash nëse unë i kalojnë 8 orë apo 10 orë me ty, unë i kam humbë nëse ti i keq përdor ato 10 orë. E tash nëse kemi bërë diçka bashkë, është tjetër send. Mirë, po nëse unë dita menaxhoj kohën time, nëse mjaftuar me respektoj veten, atëherë të respektoj edhe ty, ajo joja ime është një po e fuqishme. Sa atëherë, a i thotë, prit, ky tash po e respekton në veten. Po e do në veten, po e menaxhon kohën e vetë mirë, edhe s'ka kohë të ma kryen këtë punë, ndoshta mundet nesër. Edhe atëherë thotë, aha, super, ky njeri pas ka një karakter të fuqishëm. Është mirë ta mendojmë këtë, për arsye se ne shpesh duke menduar që bëjmë mirë, duke u munduar të bëjmë mirë, bëjmë keq. Po parimisht për veten. Pastaj gjërat e mia kanë po aq rëndësi dhe vlerë sa dhe të tua, kështu që. Bile, kisha thënë pak më shumë. Libri Unë kundër vetes në hyrjen do ta shihni që është cekët që betejë më e madhe. Gjithmonë është ajo vetvetja. Sa jam unë në pëlqim me veten. A jam mirë kështu si jam në pikpamjen time. Personi i parë që shoh në mëngjes është pasqyrja. Ose personi që është në pasqyrë, ajo është unë. Kjo vlen për secilin. E tash ai version që ty në pasqyrë. S'po flasi për atë figurën që shohim fizikisht, personi komplet i tërësishëm. Ajo versioni i brendshëm dhe i jashtëm. A është okej? A është i pranueshëm për mua? A vazhdoj unë sot kështu apo bëj ndonjë ndryshim? A i kënaqi krejt apo parimisht veten? Edhe nëse fillojmë të flasim me veten kështu tash, normalisht me zë të ulët ose pa zë, me mendime, se pastaj thonë njerëzit çka ka ky që flet me zë vet, apo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë veten. Ajo drita që është në anën e djathtë, ku është dielli, ajo është sikur metafora që është ajo drita në fund të tunelit. E shohim që
ka rrugdalje, ka Në fund zgjidhje. kemi reflektuar dhe kemi gjetur zgjidhjet e këtyre Në problematikave. fund, kapitulli i fundit është kontrolli i mirëqenjes. Aty është një tabel ku secili mund ta vlerëson veten se në cilat dega të jetës, në cilat sfera të jetës është i mirë, i dobët apo shumë i dobët, apo mesatar. Ajo është për vete. Do thotë janë 8 shtylla. Njëra shtyllë është ajo shoqërorja, pastaj është fizikja, është të ushqyerit, është meditimi, është ajo e financiarës, është inteligjenca, është ambjetësore. E tash, për secilin deg, për secilin sferë apo shtyllë, e noton veten prej notës 1 deri në 5, sikur në shkollë fillore, Jemi në shkollë real klasë. me këto notë. Është mirë të jemi të rast. Po sa jemi? Unë jo kam dhënë njerëzve si një diagram kështu të rrumbullakët, edhe në fillim këtë më jep një peshqe. E vlerësoni vete me peshqe. Wow, ti mendon se je i përsosur? Këtë pesa aty është veç Zoti. S'ka ndonjë maksi. Mirë, po ne të gjithë kemi. Nëse ka 2, 3, 4 prej 8 shtyllave, është super, shumë mirë. Nëse kemi një numër të konsiderueshëm të 3-sheve, është mirë, është i kënaqshëm me rezultat. Po 2 më poshtë, atëherë veç duhet të reflektojmë pak më shumë. Por që mirë t'i pranojmë nëse kemi nevojë reflektime më tepër apo gabime sepse edhe përmirësohen më shpejt. Ajo është Sa më shumë thjesht në fillim me si ceka procese. ta kuptojmë se çka është problemi, që të fillojmë ta zgjidhim atë problem. Se tash nëse nuk e dim se ku është problemi jonë kryesor, ku është dobësia ime, ku do të kërkoj ndihmë. E pash si kapitull po ashtu vetë disiplinimi. Ashtu. Ndoshta një nga dobësitë tona më të mëdha dhe problematikat tona më të mëdha. Është një mirë që ndoshta, kisha thënë, jo ndoshta, po me siguri të gjithë kapitujt lidhen njëra me tjetrën. Vetë disiplinimi ka të bëjë me aftësitë të thënit jo, me menaxhimin e kohës. Se dhe në përgjithësi kontrolli mbi jetën tonë, se shpesh e lëm të na kontrollohet jeta qoftë nga rrethanat, nga rrethi, nga gjëra të ndryshme përveç fiks dorës Po tonë. shef, nëse mungon disiplina, mungon gjithçka. Me mungesën e disiplinës mungon edhe menaxhimi i kohës. Me mungesën e disiplinës mungon ai respekti ndaj vetes. Se unë nëse jam i disiplinuar, nëse unë kam të jem këtu në ora 5, edhe vi në ora 5:05, ka filluar emisioni. Atëherë edhe ju jeni vonë, edhe unë, edhe gjithçka shkon lëmsh. Do thotë mungesa e disiplinës është një formulë për dështim. Është një thënie që e përmendi në libër, dështimi të planifikosh, nëse dështon të planifikosh, planifikon të dështosh. Kjo ka të bëjë edhe me disiplinën. Nëse unë nuk bëj një plan, afat shkurtër, afat mesëm, edhe afat gjatë, atëherë unë definitivisht planifikoj të dështoj. Se si kur e ka shkruajtur Zoti. Në rregull, mirë po Zoti thotë ta kam dhënë kokën, ta kam dhënë trupin, ta kam dhënë zemrën edhe trurin. Urdhno, përdori në maksimum. Se pastaj rezultatet që i jep ti, do të vish edhe do të japsh një provim para meje. Do thotë, ka të bëjë me disiplinën shumë. Vetë disiplinimi, sa jam unë i mirë me veten, a ha ushqim të shëndetshëm, a vrapoj mjaftueshëm, a konsumoj pije të gazuara, a ha sheqerin, ushqime të ëmbla, sende që ndoshta më pengojnë. Sa ata, nëse keni vërejtur këtë dimne, që ato sende që më shumë na bëjnë dëm neve janë më të ëmblat. Si duket më të shijshmet janë ata, apo. Edhe aty është ajo aftësia për të thënë jo. Para mendoni sikur ta rrisi fuqinë, ti themi vetes jo. Në momentin kur jemi më i ngopur, në momentin kur e dim që ai aktivitet që duhet ta bëjmë na bën neve dëm, ta ndalim. Edhe pse gjithë e kërkojnë që ta bëjmë ne. Po aq e rëndësishme t'ju thuash tjerëve jo, po s'pari edhe vetes, domethënë. Nëse e gjen fuqinë dhe guximin, ti thuash vetes jo parimisht. Nëse unë e bëj këtë, do të qaj nesër. Nëse unë e bëj këtë, njerëzit rreth meje nuk do të jenë të kënaqur. Nëse unë e bëj këtë, nuk do të jemi suksesshëm në këtë apo në atë sferë. Atëherë më mirë të them jo. Ajo është reflektimi. Duhet të ndalemi dhe të para se të veprojmë, para se të themi diçka, ta mendojmë mirë, a është okej. Çka nëse nuk del okej? Mirë po prap, nisemi prej të vetja. Se kur thuash të vetja, tingëllon sikur jemi egoistë. Mirë po jo. Unë të jemi mirë, i kompletuar, i kënaqur me veten, atëherë mund të jemi mirë edhe për tjerët. Jo, s'ka lidhje me egoizmin, po ka lidhje me
të jemi i gatshëm, të jemi pushuar, kam ngrënë ushqim, kam pi ujë mjaftueshëm, kam hangur ndonjë frut. Edhe tash kam energji të mjaftueshme të vit ta kryej një obligim, një ndihmë, një favor. Çfarë do të thotë? Prof, fatkeqësisht po afrohemi fundit të emisionit dhe bisedës po ashtu, sepse iku koha pak a shumë pa e kuptuar. Por që gjithsesi ta dim, do jetë ky libri i fundit apo është thjesht libri i parë dhe sapo ka nisur kjo një rrugtim i gjatë, edhe po ashtu kur do na promovohet zyrtarisht pasi nuk na është promovuar akoma? Është libri i parë dhe shpresoj që do të jetë libër që do të ketë ndonjë efekt pozitiv në shoqëri. Absolutisht nuk do të jetë libri i fundit, kjo është vetëm fillimi. Ta kemi shëndetin normal, të jemi mirë, të jam mirë, sigurisht që do të ketë libra tjerë. Shumë varet prej feedbacku që ta marr prej lexuesve. Do të përkthehen ndonjëherë edhe në gjuhë të tjera apo kryesisht do ngelen në shqip? Po, planifikohet në gjuhën maqedone dhe në gjuhën angleze, sigurisht për një kohë shumë të shkurtër, për arsye se kam rrjetin e njerëzve shumë të madh që i njoh gjithandej dhe është mirë që ata ta kenë mundësinë ta lexojnë të njëjtën. Promovimi do të bëhet me 25 qershor, javën që vjen te Teatri Shqiptar në orën 6 pasdite. Edhe këtu publikisht i ftoj gjithë ata që kanë interes për një temë të tillë. Unë e di që ekzistojnë shumë libra. Ka libra pafund. Mirëpo secili autor ka dëshirë që libri vet të bëjë një impakt. Po ka edhe diçka për të thënë. Besoj secili autor ka diçka për të sjellë një mesazh, diçka sidomos libra me këshilla motivuese dhe inspirim në përgjithësi nuk është se kemi shumë, në faktën në gjuhë shqipe, kështu që mirë që na vinë dhe mirë që i kemi dhe besoj që do na ndihmojnë sadopak në atë gjetje në vetvetes sona për reflektimin. Më thënë dhe njerë mos harrojmë, promovimi zyrtar bëhet me 25 qershor në Teatrin Shqiptar të Shkupit në ora 6, në orën 18, i hapur për gjithë apo duhet? Po, i hapur për gjithë. Tash e di që emisionin tuaj ndjekin shumë, duket janë dikun 260-70 ulse, të shpresojmë që të mbushen. Po edhe nëse nuk mbushen, ideja është që njerëzit ta lexojnë librin, që se libri bazohet shumë në ato përvojat e mia, në mësimet e mia që i kam marrë gjithandej duke ecur nëpër gjithë botën, edhe është mirë kur ke diçka të mirë ta ndash me të tjerët. Unë gjithmonë e potencoj këtë. Knowledge means nothing unless you share it with others. Dituria nuk vlen asgjë nëse nuk e ndan me të tjerët. Pikërisht ideja apo qëllimi kryesor i këtij libri është ajo. E po më falenderoj që dhe ju sot sadopak ndat me neve këto bisedë kaq këndshme edhe këto këshilla pozitive, para shumë këto le të themi bëm edhe ne një reflektim ndoshta sadopak të vogël për gjitha pikat që përmendëm. Ju falenderoj edhe një herë që gjetët kohë dhe mundësi të jeni sot me mua. Uroj që libri të jetë suksesi edhe rrugtimi të jetë sa më i gjatë dhe presim po ashtu të tjera rezultate dhe suksese nga ju dhe uroj që do ju kem sërish në studio për biseduar për të tjera tema. Patjetër, faleminderit edhe një herë shumë. Ishte kënaqësi e madhe të jemi mysafir i juaj. Dhe shpresoj që kjo të jetë në fillim i mbar. Ju falenderoj edhe një herë. E tash të dashur, po përmbyllim javën së bashku me gjitha pikat, këshilla që përmendëm, për mos harruar që promovimi zyrtari Unë kundër vetes bëhet me datën 25 qershor në orën 18 në Teatrin Shqiptar të Shkupit. Me kaq po ju përshëndes edhe për sot, duke ju uruar një pazite dhe fundjavë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.